إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ky është mësimi I 11 në mësimin e gjuhës arabe. Data e këtij mejlisit takimit është 27 Rabiun I Thani 1437, 6 shkurt 2016. Kemi mbaruar trajtimin e emrit, ndarjet e tij, struktura e emrit në gjuhën arabe. Ndihmën e Allahut subhanahu wa taala sot fillojmë në trajtimin e foljes. Sot do të flasim për fi'lin, ndarjen e foljes në aspektin kohor, e cila ndahet në 3 pjesë: madhin, mudari'un dhe amrun. Këtë gjë më parë kemi marrë kur kemi folur për strukturën e përgjithshme të ndarjes së fjalës, tek ismun, fi'lun dhe harfun. Kemi bërë edhe trajtimin e foljes për shkak se do na duhej gjatë shpjegimit. Gjithashtu kemi treguar dhe shenjat, kur kemi folur për shenjat e emrit, shenjat e foljes, dhe për shkak se tek shenjat e foljes kur do të flisnim, dallohen shenjat e foljes tek folja madhi nga shenjat e foljes tek folja mudari dhe tek folja amr. Kështu që kemi marrë për kufizimin, kemi marrë ndarjet dhe për kufizimet përkatëse, el fi'lu, folja, por për shkak se kanë kaluar disa kohë, ndoshta nuk janë përsëritur, dhe me që ne jemi në trajtimin e temës të fi'lit, e pashtë të nevojshme të nisim nga pika më kryesore, kyçe, që është ndarja e foljes në aspektin kohor, në madhin, në mudari'un dhe amrun. Madhin është e shkuara, tregon për kryer veprimin në kohën e shkuar. Dhe ja këtu janë shembujt: darasa, mësoi; kataba, nadhara, akala. Këto janë folje të cilat kur shënohen në fjalor, nxënësi tek fjalori I tij preferohet t'i shënojë foljet në veten e tretë, siç e shprehim në gjuhën shqipe, në kohën e shkuar. Dhe më pas, krahas foljes të shënoj dhe masdarin e saj. Masdari e kemi treguar tashmë se ç'është masdari. Ne e kemi mësuar ç'është masdari sepse kemi folur për mushtaqatët tek emrat dhe el-ishtiqaku dhe çka lidhje me temën. Kështu e shënon nxënësi foljen: darasa, darsun; kataba, kitabatan; nadhara, nadharun; dhe akala, aklan ose nadharan, aklan. Nëse do në bon me 2 fetha në fund me tenwin. Nëse ke për më të lehtë, më të kollajt ta lesh me tenwin me un, nuk prish punë. Këto janë foljet në kohën e shkuar. Më pas kemi treguar që ndarja e foljes pra është dhe nga pjesët e ndarjes së foljes është folja mudari'un, cila është koha e tashme, tregon për kryen e veprimit në kohën e tashme dhe në kohën pra e të folurit, në atë kohë që po kryet veprimi. Dhe këto janë disa shembuj, po nga njëjta folja: darasa, yadrusu; kataba, yaktubu; nadhara, yanzuru; akala, ya'kulu. Kjo është folja urdhërore, el-fi'lu al-amr, se fi'lu al-amri, urdhërorja, tregon kërkesë veprimi pas momentit të folurit. Këto mendohet që ti keni mësuar, ti keni të thjeshta. Udrus, shikoni si mbaron me sukun; uktub, unzur, kul.
këtu mbarojnë darasa me fetha, yadrusu me dhamme, udrus me sukun. Vini re këto diferenca kur mësoni, kur studioni. Nxënësi përveç pjesës që e ka marrë, duhet ta përsërisi, dhe duhet të jetë i vëmendshëm në të, gjatë gjithë kohës, duhet përpiqet sa më shumë të hulumtoj të gjërat të cilat e ndihmojnë atë për të formuar ai rregulla. Kjo është gjithmonë kështu sepse unë gjithmonë kështu e kam parë, derisa të vinë në një moment ose rregullat që ai i ka parë me kalimin e kohës të aprovohen gjatë mësimeve, ose të rrëzohen me ndonjë bazë parim. Po që është shumë e nevojshme që nxënësi duke studiuar edhe ai vetë të përpiqet të nxjerrë rregulla, sepse duke nxjerrë rregulla nga mësimet, atë folja urdhërore merr gjithmonë sukun. Më pas do shohë një paraqitje tjetër, që ka dhe kjo, atëherë sukuni dhe kjo paraqitja tjetër. Më pas sheh një paraqitje tjetër, atëherë kjo dhe kjo tjetra. Dhe gjithmonë i shikon gjërat me syun e krahasimit dhe të hulumtimit. Jo vetëm përmendesh. Sigurisht që ne jemi tek pjesa hyrëse e mësimeve në gjuhën arabe, dhe këtu ka një rëndësi shumë të madhe, memorizimi përmendesh. Por jo se të kuptuarit, po hulumtimi për rregullat dhe për diferencat mes rregullave dhe fjalëve, nuk është se është i panevojshëm ose është i pavlerë. Këto janë alamatul fi'li, i kemi marrë kjo tabelë, ky slajdi para këtij është i marrë. Alamatul fi'li, po preferohet i përsëris edhe një herë, për shkak se jemi fi akhiri zaman dhe nuk para të mësohet kollaj dhe shpejt. Njerëzit preferojnë të mësojnë pas 100 herë që e kanë dëgjuar një gjë. Alamatul fi'li, shenjat. Alamatun është njësi. Gjimi të tregon shumë si gjema, alamatun. Shenjat, pra shenjat e foljes. Alamatul fi'li, shenjat e foljes. Për shenjat e emrit kemi folur kur kemi folur për emrin. Dhe njëkohësisht për shenjat e foljes të tabele kemi marrë kur kemi folur për shenjat e foljes, kur kemi bërë ndarjen kryesore të fjalës arabe. Dhe këto shenjat janë të ndarë në 4 pjesë. Një pjesë është e përbashkët midis foljes madhin dhe mudari'un, një pjesë është e veçantë vetëm për foljen madhin, një pjesë tjetër është e veçantë vetëm për foljen mudari' dhe një tjetër e veçantë vetëm për foljen urdhërore. E përbashkëta midis madhit dhe mudari'it janë, do thotë, është fjala qad, e cila vjen përpara foljes madhi ose përpara foljes mudari'. Nëse është madhi, ka një nga këto dy kuptimet, ose tahqiq ose taqrib. Tahqiq, vërtetësimin, realizimin e diçkaje, që kjo është me të vërtetë kështu. Taqrib tregon që diçka është afër. Qad aflaha al-mu'minun, me të vërtetë kanë shpëtuar besimtarët. Aflaha është fi'lun madhin, folje në kohën e shkuar. Qad aflaha al-mu'minun. Kjo tregon tahqiq. Ndërsa tek shembulli i dytë, po në kohën madhi, qad qamatis salatu. Qad qamatis salatu. Kjo tregon për taqrib, pra gati afër sa të ngrihet namazi, pra të fillojë namazi. Kur thritet ikameti, thuhet kjo fjalë, qad qamatis salatu, me të vërtetë namazi nuk ka filluar, po gati të fillojë pra namazi. Qartë, kjo është tek pjesa madhi. Po tek folja mudari hyn kjo fjala qad gjithashtu dhe ka një kuptim tjetër, ose taqlil ose takthir. Taqlil tregon që diçka është e pakët dhe takthir tregon që është e shumtë. Pra është ndodhet shpesh. Qad yasduqul kadhubu. Qad yasduqul kadhubu. Yasduqu do thotë është i sinqert, është i drejtë. El kadhubu është gënjeshtari. Gënjeshtari ndodh të jetë shpesh i drejtë, qalilen ma yasduqu. Pra, shumë rrallë të flasit të drejtën. Dhe atëherë fjala qad këtu nuk është për tahqiq. Në qartë, këtu nuk është për takthir.
qad yasduqu al-kadhubu, mundet gënjeshtari të thotë ndonjëherë të drejtë, mundet, pra taqlil yadullu an hadha al-amr minhu qalil. Tregon që kjo çështje prej tij është e pak. Takthir qad yajudu al-karim, yajudu bën bamirësi, yani yaqumu bil amri al-jayyid, ngrihet me një vepër të mirë. Jada yajudu fa huwa jawadun. Qad yajudu al-karim, bujari bën mirë. Mund të themi mund të bëj mirë bujari, apo themi bujari me të vërtet bën mirë. Bujari është bujar dhe i nderon dhe respekton të tjerë. Kështu që kat këtu nuk është me kuptimin mund, por është me kuptimin me të vërtet, ose shpesh, ose është cilësia e tij, sepse kjo është minhu kathirun. Ndodh prej tij kjo e shumë. Ndërsa shenja e veçantë për foljen madhi është at-ta'u, e cila ka disa paraqitje me sukun, me fetha, me dhamme dhe me kesra. Fa'alat, fa'alta, fa'altu, fa'alti. Kjo tëja hyn vetëm tek folja madhi. Mudari ka dy shenja të veçanta për të, është sini dhe saufa, të cilat kanë kuptimin e të ardhmës, njëra për të ardhmen e shpejt dhe tjetra për të ardhmen e largët. Se adrusu do të mësoj. Saufa adrusu do të mësoj në të ardhmen e largët, që do të thotë nuk do të mësoj fare. Që se përdoret saufa adrusu, do të thotë që s'do mësosh, sepse saufa si shtam përmban të ardhmen e largët. Në aspektin e të mësumit e kam si thot ngacmim për ju që mësoni shumë shpesh. Kështu që tham, se tregon për të ardhmen e afërt, ndërsa saufa tregon për të ardhmen e largët. Saufa yu'tika rabbuka, do të japi Zoti jot pa në botën tjetër. Dhe nga këtu vjen fjalë taswif, taswifu at-tauba, të thush saufa, taswifi çfarë do thotë? Të thush saufa atubu, do të pendohem. Saufa atubu, do të pendohem, kjo është taswifi në tauba, kupton? Ta mësoni si fjalë. Kjo është shenjë e veçantë për foljen mudari, sini dhe saufa. Amr, folja urdhërore, ka këto tri shenja, talab, Ya'ul mukhatabati dhe nunut tawkid. Talab është kërkesa, uktub, shkruaj, kul, ushjeh. Ya'ul mukhatabati, ja e bashkëfolcës, uktubi, kuli. E shikoni këtë janë. Këtë janë këtu, kuli, uktubi. Kjo është jeja e bashkëfolcës, pra është jeja femrore e bashkëfolcës. Nunu tawkid, nuni i cili tregon për theksimin e veprimit. Uktubanna, shkruaj, pra shkruaj me do e mos, uktubanna. Kulanna, do të hash se s'bën. Kulanna, uktubanna. Këto janë shenjat e foljes. Kemi marrë dhe këtë tabelën. Këto janë kolona ku ndahet folja, madhin, mudariun dhe emrin. Këto janë për emrat rënditur. Ky është klasifikimi për emrave. El mutakallimu është folsi, që është ose el mudhakkaru dhe el muannath, ose mashkullor ose femror. Si mashkullor, si femror e përdor ana dhe nahnu. Ndërsa el mukhatab, el mudhakkar është veç dhe el muannath është veç. Anta, antuma, antum. El muannath gjinja femrore, anti, antuma, antunna. Al-ghaibu jo prezenti është veç el mudhakkar dhe veç el muannath. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Këtu kanë të përbashkët huma dhe huma. Dhe antuma dhe antuma. Dallohet nga konteksti. Se nëse flasin për gjinin femrore apo për gjinin mashkullore. Këtë tabelën ju pato porositur ta printoni dhe të keni një sasi për tyre, le të themi 200 faqe si kjo. Faqet i keni prezant dhe të ushtroni foljet. Dikush mund të thotë që unë nuk e kuptoj kështu dhe kam nevojë për shembuj. Shembuj që të jenë të thjeshtë dhe
të mundshëm për të trajtuar, duhet ta plotësojmë atë hyrjen që un kam folur rreth saj. Kemi dhe disa mësime të tjera inshallah taala që ti mbarojmë dhe më pas do të shoqërohen me shembuj të shumtë. Sepse kur të flasim për un kam dhënë shembuj në çdo shpjegim, aq sa të kuptohet tema. Nëse të marrësh ti detyra për të praktikuar mësimin, unë e kuptoj. Prandaj në këtë moment ju kam nxitur dhe ju kam theksuar që ju duhet me dojmos t'i jepni rëndësi hifdhit. Ti memorizoni gjërat për momentin. Sepse lidhja e informacionit me praktikën, me ushtrimet, për momentin është të pakët. Është të pakët për shkak se nëse unë do të jap një ushtrim, aty do ketë dhe gjëra të tjera që ti nuk i kupton, një pjesë prej tyre e ke të qartë, një pjesë tjetër nuk e ke të qartë, dhe do të linin pyetjet. Kështu që bëjmë të qarta pjesët më kryesore, që edhe kur të përballohemi me ushtrimet dhe detyrat që do t'i keni në shtëpi, për t'i punuar dhe që do t'i punojmë në klasë, të jetë e thjeshtë për ju, dhe më pas i shtojmë temat e gramatikës, gjuhës në përgjithësi, krahas teksteve dhe ushtrimeve. E qartë? Por siç ju kam thënë, kjo tabela duhet të jetë prezent, ta keni gjithmonë, të keni disa faqe ku të ushtroni në të zgjedimin e foljeve. Dhe për ta pas të thjeshtë se si zgjedhohen foljet, unë e kam bërë një zgjedim të gatshëm këtu. Ana darastu. Ana adrusu. Këtu e kam bërë ran me të kuqe. Sepse raja është mesi i fjalës këtu, që ndryshe ne e kemi thënë që është ajni i foljes, është ajni i foljes. Shikoj, këtu është e tërë me të kuqe, sepse kështu gjehet folja në fjalor, darasa. Shikoni se si ka ndryshuar zanorja e gërmës ra. Yadrusu. Pra, zanorja e ajnit të foljes në kohën e tashme është zanore që ti duhet t'ja kërkosh mësuesit. Sot mësova një folje, kharaja, si është ajni i mudarjes, ajni në mudarja si bëhet, pra ajni do thot mesi i saj. Kharaja yakhruju, dhe të tjerat i bën vetë. Të gjithë të tjerat i ke të thjeshta. Janë të krahasueshme. Sigurisht që ne kur të mësojmë foljen, kjo është hyrje sepse ndoshta pas 2 ose 3 mësimesh do kemi një shpjegim rreth fjalorit të foljeve. Se si duhet punojmë me fjalorin e foljeve. Që më pas, inshallah taala, mos të kemi asnjë vështirësi kur të përballohemi me tekstet dhe të fillojmë të praktikën me tekstet dhe ushtrimet e shembujt. E qartë? E kuptuat pse kjo është me të kuqe, sepse kështu gjehet në fjalor. Darasa. Yadrusu. Raja e kam veçuar me ngjyrë nga të tjerët për shkak se është mesi. Ja, këtu 1, 2, 3. Raja është mesi. Gërma e parë quhet në terminologjinë e sarfit quhet feja e fjalës, sepse i kanë ndërtuar arabët me peshore. Darasa, me çfarë peshore ka? Fa'ala, ë? Darasa fa'ala. Atëre dali çfarë është? Është fa'ul fi'li. Fa'ul kalimati, është feja e fjalës. Raja çfarë është? Ajni i fjalës. Sini çfarë është? Lami i fjalës. Dhe ne kur themi që si bëhet ajni i foljes në kohën e tashme, këtë duhet ta mësosh nga mësuesi. Ose ti kthehesh një fjalori i cili të tregon ty, nëse hap një fjalor, jo kam treguar, nëse hap një fjalor. Ku është fjalori këtu? Ky është fjalor, nëse e hap dhe shikon, ja. Derina, yadran. Derina, shikoni, keni një vizë mbi të ka zanorën. Tregon se si do të bëhet zanorja në kohën e tashme tek ajni i fjalës. E keni të qartë. Dhe pjesa tjetër është e thjeshtë. Ngel për të pas si shembull
llojet e foljeve. Dhe për këtë ne nuk mund të flasim për momentin, për shkak se kemi një pjesë të ndarjeve që ende nuk e kemi marrë. Sepse vetëm një ndarje kemi marrë për foljen. Ndarja është madhin, mudharin dhe emrin. Ndarja në bazë të kohës. Kjo është ndarja e dytë e foljes, është el fi'lu sahihun dhe mu'tal. Folja në gjuhën arabe në këndvështrimin e formimit të saj. Elementet formuese të foljes, duke e parë në këtë këndvështrim, folja ndahet në dy pjesë. Ose të jetë fi'lun sahih, ose të jetë fi'lun mu'tal, ose mu'talun sahihun, kur ndalon në origjinë ndalohet me sukun. Unë shpesh herë nuk ndalojmë në sukun, po ndalojmë në zanore. Sahihun, nuk kem sahih. E sakta në gjuhën arabe është të ndalosh në sukun, sahih, mu'tal, kur ndalon. Por qëllimisht kemi thënë ne ndalojmë në zanore. Përse? Që ta mësojnë nxënësi zanoren e fundit, sepse zanoria e fundit çfarë është? Është zanoria e gramatikës. Është zanoria e diturisë të gjuhës. Nëse ti do kapesh pas këtij parimit që duhet të ndalosh në sukun, edhe aty e fsheh gjithë ignorancën tënde nëse dëshiron ke ky sukuni. Dhe e vërteta është që duhet thuhet kur bëhet fjalë në momentin e mësimit. Jo të i lexosh gjitha gërmat e fundit në sukun. Sahih, mu'tal. Sahihun dhe mu'talun. Në çfarë këndvështrimi ndahet folja në këto dy pjesë? Në bazë të formimit të saj, gërmat formuese të saj. Sahihun çfarë është? Sahih do të thotë folje e shëndosh. Sepse në të nuk ka asnjë nga 3 gërmat e sëmura, të cilat janë elifun, wawun, ja. E qartë? Mu'tal, kur kemi folur për emrin, kemi shpjeguar këtë pjesë dhe nuk janë terma të ri për ju. Mu'tal do të thotë folje e sëmur, sepse ka në formimin e saj një nga 3 gërmat e sëmura, të cilat janë elif, waw, ja. Pse quhen gërmat të sëmura? Sepse to ndryshojnë. Në elif, në waw, ndryshojnë. Yahduthu indaha inqilab. Ndryshojnë pamjen e tyre. Wawi mund bëhet ja mund bëhet waw, wawi mund bëhet elif, elifi mund bëhet waw. Prandaj janë gërmat të sëmura. Dhe quhen huruful illa. Ka një illa, ka një diçka e cila nuk është siç është tek gërmat e tjera. E qartë? Dhe të dyja këto pjesë ndarje të foljes ka një ndarje tjetër të dyja së bashku, të cilat pra e kanë pjesë të përbashkët të tyre, ndahen mehmuzun, fjala e cila në përbërjen e saj bazë. Pse kemi thënë në përbërjen e saj bazë? Sepse mundet të shtohet, pra ka hemze. Në përbërjen e saj bazë ka hemze. Darasa adrusu. Adrusu. Darasa është folje me hemze, është folje mehmuz. Darasa nuk është folje mehmuze. Pse? Se nuk ka në të hemze. Dorsa adrusu, adrusu, kjo hemzja e parë, çfarë është? Është hemzja e foljes mudharje, e kohës së tashme. Pra ne them në bazën e saj, të ketë në bazën e saj hemze. Folja e cila në bazën e saj, në përbërësit kryesor të fjalës, ka hemze, ajo folje quhet fi'lun mehmuzun. Si sa'ala, qara'a, amina, ata dhe ja'a. E keni qartë? Kjo ndarje mehmuz dhe mudha'afun është ndarje që i përket të këtyre dy pjesëve, sahihun dhe mu'tal. Mudha'afun është fjala e cila përbëhet në ajnin dhe lamin e saj. Kush është ajni dhe lami i saj? Në 2 gërmat e fundit. Ajnin dhe lamin e saj. Ajni i fjalës dhe lami i fjalës janë pjesa e fundit pra e fjalës. E fundit dhe e parafundit.
fjala e cila përbëhet në ajnin dhe lamin e saj nga njëjta gërm. Përbëhet nga njëjta gërm. Si madda, farra, wadda. Madda sa gërma kemi këtu? 3 gërma. Mimi, dali dhe një dal tjetër. Pra, cili është ajni i fjalës? Dali i parë. Dali i parë. Madda. Dali i parë është me sukun. Madda. Ajni i fjalës është dali i parë. Lami i fjalës cili është? Është dali i dytë. Atëherë themi folje ose fjalë mudhaf, sepse kjo lloj ndarje bëhet edhe tek folje, edhe tek emri. Fjala e cila përbëhet në ajnin e saj dhe në lamin e saj nga një gërmë vetme, kjo folje quhet folje mudhaf. Madda, farra, wadda. E qartë? Si janë këto ndarje? Ne pak më parë pam tabelën e zgjedhimit të foljeve. Dhe ti nga çdo paraqitje e foljeve që ne inshallah në të ardhmen e shpejt, inshallah, do të marrim zgjedhimin e foljes me disa pamje. Të jetë sahih, të jetë mu'tal, të jetë mahmuz, të jetë mudhaf, e qartë? Që çdo shembullit të dish ti se si bëhet sarfi i foljes, zgjedhimi i saj. E keni qartë? Kjo ndarje i takon edhe sahihut dhe mu'tallit. Ndërsa el-mu'tallu dallohet me një ndarje tjetër, ose të jetë mithalun, ose të jetë ajwaf, ose të jetë naqisun, ose të jetë lafifun mafruqun dhe lafifun maqrunun. Çfarë do thotë mithalun? Mithalun është ajo folje e cila feja e fjalës, feja e saj, feja. Çfarë është feja? Gërma e parë. Feja e saj, e kujtoni këtë terminologji. Feja e fjalës është gërma e parë. Ajni i fjalës është gërma e dytë. Lami i fjalës është gërma e tretë, sepse cila është peshorja? Fa'ala. Mithalun është ajo folje mu'tal, e cila është pjesë e mu'tallit, po që dallon në një karakteristikë se janë ndarë për shkak se i'lali, gërma e sëmur mund të ndodhet në pozicione të ndryshme në fjalë dhe çdo pozicion ka marrë një emërtim të veçantë. Mithalun është folja e cila feja e saj është sëmur, mu'tal, wa'ada, yasara. Gërma e parë është harfu illa. Yasara dhe ja është harfu illa. Kështu që gërma e parë është feja e fjalës. Ajo folje që fën e saj të fjalës e ka gërmë të sëmur, ajo quhet fi'lun mu'tallun mithal. Ose kuptohet pra që është mithal. Ajwaf është ajo folje mu'tal që gërmën e sëmur e ka në mes, tek ajni i fjalës. Si qama, ba'a, janë 3 gërma këtu, qama, qafi, elifi dhe mimi. Që origjina e këtij elifit është çfarë origjine ka elifi? Do ta gjesh origjinën e këtij elifit çfarë është? Se tham që këto janë gërma të smura se të ndryshojnë. Qama yaqumu. Çfarë është ky elifi në origjinë? Wow, ba'a yabi'u. Çfarë është ky elifi në origjinë? Ja, e shikoni, prandaj quhen gërma të smura. Elifi këtu është në mesin e fjalës, është ajni i fjalës, qama edhe ba'a. Titullohet, quhet, për të treguar që ku në cilën pjesë ndodhet gërma e smur, kanë vendosur këto emrat, për të treguar në cilën pjesë të fjalës ndodhet gërma e smur, janë titulluar me këto emra. Ajwafu, naqisun. Është ajo folje e cila gërmën e smur e ka në fund. Da'a, rama, elifi. Da'a dhe rama. E qartë? Ky elifi këtu edhe ky elifi këtu. Se ky quhet elif, se është thjesht pa pika quhet elif. Da'a dhe rama. Ndërsa lafifun mafruq do të thotë i ndar. Lafifun mafruq do të thotë është ajo folje e cila i ka 2 gërma të smura.
E ka një në fillim dhe një në fund. Pra i ka të shoqëruar, por jo njëra pas tjetrës, i ka të shoqëruar janë tek një fjalë, njëra është në fillim dhe tjetra është në fund. Waqa dhe yediya. Yediya është ati që i është kputur dora, thotë yediya, do të thonë ju kput dora. Yediya. Lafifun maqrun janë të shoqëruara pa njëra pas tjetrës. Tawa, nawa, shikoni wawi dhe më pas vjen wawi dhe më pas vjen elifi. Wawi dhe më pas vjen elifi. Tawa dhe nawa. Atëherë që ti ta mësosh mirë zgjedhimin e foljes, duhet të kesh disa shembuj me mithal, disa shembuj me ejwaf, disa shembuj me naqis, disa shembuj me lafif mafruq, disa shembuj me lafif maqrun, disa shembuj me mehmuz, disa shembuj me mudha'af. Të janë paraqitjet e foljes. Përveç kësaj ne do të mësojmë edhe ndarje të tjera që kur të hyjmë tek zgjedhimi i foljes, gjërësisht, dhe pse ne kemi dhënë një shembull, kur të hyjmë gjërësisht, ne do të kemi më të lehtë zgjedhimin e foljes. Inshallah taala. Është e qartë? Ka ndonjë paqartësi? Lutë Allahu subhanahu wa taala që këto gjëra ti mësoni, përqendroheni, ti përsërisni, ti jepni hakun mësimit dhe mësoj diturinë se nuk i dihet se kur ke nevojë për ta. Kto është edhe fundi i takimit. Për sot, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka